Allahut e falenderojmë që i takon madhnisë Allahut, ata e madhërojmë dhe prej ti falja dhe ndihmë kërkojmë. Prej Zotit kërkojmë falje, sa është falë si më i madhë, Allahu na falë gjunaat neve, juve dhe gjithë muslimanve. Prej Allahut kërkojmë më të shtrenjtën Xhennetul Firdausin, Allahu nasip na baft. Prej Allahut kërkojmë që të na mbron nga zjarmi i xhehenemit, ya Rabbel Alamin. Salat dhe selam i dërgojmë pejgamberit alayhis salam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati i ndershëm, prej shumë telasheve dhe natyrave, sikleteve të xhamatit, ne jemi përgjegjës për vetveten dhe familjet tona, ne jemi përgjegjës për ata që e kanë thonë shahadetin. Është një telashe që është paraqitet vazhdimisht, hoxh kam frikë për ardhmërien. E kemi për qëllim, kam frikë se çka do të bëhet me vladin mas 5 vjetëve. Kam frikë për ekonomien, kam frikë për ardhmërien. Edhe kjo dukuri nuk është ata që zbesojnë, nuk e kemi dertin atyre që nuk besojnë. E kemi, pyetja është bën një prej dietarëve të mëdhenj, thot fali namaz, lexoj Kur'an, agjeroj Ramazan, familjen shumë fetare, po kam një panik shumë të madhe, vazhdimisht frikën e kam se çka do të ndodh me vladin tem, çka do të ndodh me ekonominë tem, çka do të ndodh me sigurinë tem edhe ashtu me radhë. Përgjigjja e shkurtër është e këtij hoxhës së madh, çdo mendim i keq për ardhmërinë tonë është prej shejtanit. Edhe çdo mendim i mirë për ardhmërinë tonë është prej Zotit. Se nuk ka dikush që meriton mendim të mirë pas madhnisë Allahut. Atëherë këtë përgjigje e kemi gjetë prej këtij shehit në këtë formë dhe duke hulumtuar nga ajetet e Kur'anit që na vërtetojnë këtë fjalë me heket breng se i na tu fol për një ardhmëri që ndoshta ti nesër nuk je, vjen me laçë vdekjes ta merr shpirtin. Prandaj gjendja jonë e gatishmërisë duhet me qenë vazhdimisht prej adhurimeve të veçanta me mendu mirë për Allahun. Thot Zoti në Kur'an, nuk ka diçka më të këndshme, më të lezetshme, se ti me pas një bindje se Allah i të mjafton ty. Allah i të për hiç kur gjohën i të ka kriju ty. Allah i të ka dhonë shëndet, të ka dhonë bereqet, të ka dhonë familje, të ka dhonë jetë, edhe ti me mendu mirë, keq për Allahun nuk ja vlen. Prandaj ibadeti sot më i kërkuar prej jush, prej mu dhe prej gjithë muslimanëve është me mendu mirë për Allahun. Pse? Përgjigja është, wa kafa billahi alima, të mjafton ty se Allahi është i gjithdijshëm për gjendjen tënde, Allahut nuk i hik kur gjë prej teje. Atëherë ti nënshtrohesh diturisë absolute të Zotit, se çdo gjë ndodh me diturinë e Allahut. E dyta, wa kafa billahi nasira, në surën Nisa 45 ajeti, Allahu thot, të mjafton si ndihmës Allahu. Kush i dul në ndihmë me Firaunin, karshi Firaunit, Musait alayhis salam, i dul Allahu, Ibrahimit Allahu, Muhamedit Allahu. Edhe ty dhe mu Allahu na del në ndihmë edhe për ardhmërinë, edhe në kohën e komunizmit, edhe në kohën e zullumit, mi paston trive sot, se çish kanë jetu baballarët e tonë dhe çish e kanë rujt fen, mendimi i lartë e ka rujt fen dhe na ka pru. Na me gjithë saltanatat kemi mendim të keq për Zotin. Pse? Se kemi harruar se Allahi është ndihmësi më i madh i joti, dhe Allahi është i gjithdijshëm. Prandaj ajeti i parë përgjigja është: "Wa kafa billahi alima", të mjafton dituria e Allahut, se Allahu s'e hik pi kontrollës. Çdo gjë në kontrollën e Zotit. E dyta, ndihmësi më i madh i njeriu është Allahu, wa kafa billahi nasira. E treta, wa kafa billahi hasiba, e Allahu është i mjaftueshëm si llogaritës. Ai e din tamam çka ke nevojë ti. Kërkon nga mirësitë e Zotit, mirësitë e dynjas dhe mirësitë e ahiretit, dhe mbështetur në diturinë e Allahut dhe në ndihmën e Zotit, se ty të mjafton ajo. Wa kafa billahi wakila, të mjafton Zoti ty si mbrojtës, po të garanton Allahu se është mbrojtësi jot. Prandaj i nderuam i dashur, ti që e beson Allahun, Allahu është mbrojtësi më i mirë, ai që i ka mbrojt pejgambert. Ne i besojmë pejgambert, e i besojmë në krye më të dashurin e pejgamberëve Muhamedit alayhis salam. Nëse dojnë atjena në mbrojtjen e Allahut, atëherë të mendojmë mirë për Allahun ton. Wa kafa billahi waliya, dhe të mjafton Allahu si mbrojtës. O vllai i dashur,
Allahu let jetë në zemrat tona vazhdimisht dhe në mendjen tonë se Allahi të mjafton për çdo gjë. Riktheu Zotit tanë, kërko sigurinë e Allahut në dynja dhe në ahiret. Kërko mirësitë e Zotit në dynja dhe në ahiret. Kërko mbrojtje nga Allahu në dynja, për dynjan edhe në ahiret. E lusim Allahun e madh që Allahu të na bën nga ata që nuk bëmi argat shejtanit me menu keq për ardhmëri, se ardhmëria në dorë të Zotit, po mendojmë mendim të mirë për Allahun, se Allahu t'jep ardhmëri të mirë kur ti mendon mirë për Allahun. Prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë prej shumë llojeve të lutjeve: o Allah, Allahumma inni es'aluka al-'afwa wal-'afiya fi ad-dunya wal-akhirah. O Allah jon, dhe ne këtë në dy xhumaja thojmë: o Allah jon, kërkojmë falje dhe shpëtim në dynja dhe në ahiret. O Allah jon, na mlot metat tona dhe na qetëso në momentet më trishtuese të jetës tonë, dhe o Allah, na mbroj neve dhe na mbroj familjet tona. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.